Pas paketës së maleve dhe Bregdetit, Edi Rama ka kaluar në fushat e futbollit. Projektet e stadiumeve në Tiranë, Durrës, Korçë, Vlorë shërbejnë për të justifikuar ndërtimin e kullave, hoteleve dhe qendrave tregtare në 153.000 metra katror hapësira publike. Në maskën e modernizimit të sportit, qeveria ka projektuar grabitjen më të madhe urbane të dekadës. Fituese e projektit për stadiumin e Durrësit është kompania 51 në 4E, ku punon vajza e Linda Ramos dhe Plan Common e lidhur me vetë kryeministren, ndërkohë pronat publike për rreth stadiumeve po kthehen në terren e ndërtimi për oligarkët e ndërtimit. Të afërmit e Ramos dhe politikanë të opozitës që përfitojnë përmes firmave të sapo krijuara. Në Shqipëri çdo projekt kombëtar është më shumë projekt ndërtimi se sa zhvillim publik. Këtë herë kryeministri Edi Rama ka veshur me fanellën e futbollit një tjetër operacion për grabitje pronash, që e quan modernizimi i infrastrukturës sportive. Në fakt, bëhet fjalë për një plan ndërtimor prej 260 milion eurosh, që përfshin 4 stadiume në Tiranë, Durrës, Korçë dhe Vlorë, që në çdo rast shoqërohet me kulla, hotele, qendra tregtare dhe komplekse luksoze. Projekti për stadiumin e Durrësit, i paraqitur si simbol i futbollit modern shqiptar, është skema e përsosur për të betonizuar 153.000 metra katror hapësira publike, përmes një rrethi ndërtimesh private që shtrihet përreth stadiumit Niko Dovana. Familja Rama në zemër të projektit. Sipas dokumenteve që disponon pamfleti, fituese e projektimit është kompania holandeze 51 në 4E, ku punon vajza e Linda Ramos dhe kompania franceze Plan Common, që ka bashkëpunuar më herët me Edi Rama në projekte urbanistike në Tiranë. Këto kompani të përzgjedhura nga komisioni i drejtuar personalisht nga kryeministri janë vetëm fasada e një skeme që fshen ndërtuesit real, oligark të sektorit të ndërtimit, trafikant pastrimit parave dhe bizneset lidhura me Olsi Ramën. Burimet brendshme konfirmojnë se përveç kompanive të njohura në projekt, janë përfshirë firma të sapo krijuara nga politikanë të PD-s, të afërta me grupet Troplini dhe Hajri që kontrollojnë një pjesë të madhe të ndërtimit në Durrës. Ky bashkëpunim i heshtur PS-PD është garanci për një ndarje të qetë të përfitimeve në një biznes që ka si qëllim konvertimin e pronave shtetërore në pasuri private, 150.000 metra katror dhurat për ndërtuesit. Sipas planit të detajuar të miratuar nga Korporata e Investimeve Shqiptare, e drejtuar nga Elira Kokona, ish zëvendës sekretare e përgjithshme e kryeministrisë, projekti përfshin 5 zona investimi: zona e stadiumit 27.037 metra katror, ndërtimi i arenës sportive; zona e parë jashtë stadiumit 32.715 metra katror, ndërtim komplekse shumë funksionale me zyra, hotel, bibliotek, qendra tregtare dhe argëtimi; zona e dytë jashtë stadiumit 28.598 metra katror, ndërtesa banimi, një si prodhimi dhe zyra biznesi; zona e tretë jashtë stadiumit 18.597 metra katror, godina banimi dhe tregtare; zona e katërt hotel Fari 11.562 metra katror, një kompleks luksoz me restorante, salla konferencash dhe ambiente relaksi. Në total 118.509 metra katror janë caktuar për ndërtim të menjëhershëm privat, ndërsa 34.491 metra katror hapësira publike do i dhurohen zhvilluesit për të ndërtuar pallate dhe trotuare komerciale. Kështu projekti që Rama e prezanton si rikthim i jetës sportive është në fakt një plan masiv urbanizimi që zhduk çdo metër të gjelbër dhe çdo pronë publike përreth stadiumeve, pastrimi i parave dhe oligarkët e përbashkët. Burime nga Drejtoria e Tatimeve dhe strukturat e ndërtimit konfirmojnë se disa nga kompanit që do të marrin në dorë projektet e stadiumeve janë krijuar vetëm pak muaj më parë pa kapital real, me përfaqësues formal dhe me strukturë pronësie të mbuluar përmes kompanive offshore. Në to përfshihen emra të njohur të ndërtimit të lidhur me përfitimet e kullave në Tiranë, ndërsa investimet po prezantohen si bashkëfinancime private me fonde ndërkombëtare që nuk ekzistojnë në asnjë bankë të huaj. Ky mekanizëm është identik me atë të përdorur në projektin Arena Kombëtare, ku kompania ndërtuese mori pronat publike përreth duke ndërtuar kulla dhe qendra tregtare që sot gjenerojnë miliona euro fitim, ndërsa Federata e Futbollit dhe qytetarët nuk morën asgjë. Një tjetër skeme e pushtetit, betoni mbi sportin. Në letër Rama promovon futbollin si arsim qytetar, por në realiteti ka shndërruar stadiumet në pasuri ndërtimore. Kjo është faza e re e projektit të tij për konvertimin e çdo prone publike në biznes privat. Pas plazheve, pyjeve dhe maleve, tani është radha e stadiumeve, tokat më të shtrenjta të qyteteve shqiptare që po kalojnë në duart e një rrethi të mbyllur ekonomik e politik. Në përfundim, projekti i stadiumeve nuk ka të bëjë me sportin, por me betonin. Në parullën për futbollin, Edi Rama ka vënë në lëvizje të njëjtën skem korrupsioni që shkatroi urbanistikën e Tiranës, kompani të familjes, oligark të ndërtimit, trafikant që pastrojnë para dhe politikanë të opozitës që bashkëpunojnë në heshtje. Nëse Bregdeti ishte parajsa e pastrimit parave të qeverisë, tani fushat e futbollit janë kthyer në kantierët e rinj të pasurimit të familjes kryeministrore.